dhunohe nga efektivët e policisë. Nëse dini një detaj tjetër me se përplasje dhe për gjendjen e tij, do doja t'ju pyesja? Jo, unë isha dhe mbrëm në spital për ta parë, si kolegë, si mjek jam, për të biseduar dhe me kolegët aty të spitalit ushtarak të traumës, të cilët ishin shumë korrekt, do të them, shumë korrekt kolegët mjek dhe personeli i spitalit. Kurse problemi është i një sulmi agresiv të pa shkak, disproporcional të atyre 10-15 policëve, të cilët njëri, pavarësisht se ai ishte deputet, akoma më shumë, por rinte atje duke ndihmuar një të plagosur nga sapa, një të dëmtuar nga sapashun, dhe ju sulën në mënyrë me shkopinj, që përnder është një ngjarje shumë që tregon shumë. Dhe pastaj i futën në surrat në fytyrë gaz, se çfarë ishte ai gaz do të sjellë, gaz toksik çfarë ishte ai, dhe ikën pasaj gjithë të kënaqur.